Interesi publik, hajde argument, hajde. Në vend që të diskutojmë për cënimin e gazetarisë dhe të drejtës për të mbrojtur burimet, gjykata kushtetuese na pas ka hallin nëse shkrimet e gazetarit Elton Gjyno ishin apo nuk ishin në interes të publikut. Ndërkohë, nuk ka asnjë problem me faktin që një gazetari i sekuestruan telefonin, i kontrolluan shtëpinë dhe makinën dhe e mbajtën orë të tëra në SPAK. Për çfarë? Që të zbuloj burimin e informacionit. Por prisni, historia bëhet edhe më qesharake. Tani prokurorët e SPAK nuk janë vetëm hetues, por edhe ekspertë të medias. Ata vendosin se cili shkrimi një gazetari është në interes të publikut dhe cili jo, me çfarë cilësie, me çfarë standardi, apo thjesht sipas qefit të tyre dhe sipas emrit që del në shkrim. Sipas kësaj logjike, para se të botojë një artikull, një gazetar duhet të pyes SPAK-un, a është ky lajm në interes të publikut? A e konsideroni këtë shkrim investigativ? Mos më arrestoni. Më parë doja të merrja miratimin tuaj, madje sipas SPAK, gazetari duhet edhe të dërgojë një SMS ku të tregoj burimin. Përshëndetje, kam një informacion konfidencial. Ju lutem shkoni arrestoni personin që ma dha. Ky standard është për të vënë kujën. Dhe ndërkohë që prokurorët luajnë rolin e kryeredaktorit të medias, ata harrojnë detyrën e tyre bazë të hetojnë si duhet, sepse këtu kemi një rast ku prokurorët e SPAK-ut, të cilëve u rrjedhin sekretet hetimore, vendosin të hetojnë veten e tyre për 8 muaj rresht. Të njëjtët prokurorë që duhej të ishin nën hetim, hapën një procedim penal, sekuestruan pajisjet e një gazetari dhe, me seriozitet të madh, na thanë se hetimet janë kryer edhe ndaj vetes. Domethënë, sekuestruan telefonat e tyre, kontrolluan shtëpitë e tyre, e ndoshta edhe morën në pyetje veten para pasqyrës. Dhe gjykata kushtetuese në vend që të pyes, a është normale që një prokuror të hetojë veten? A janë hetuar realisht këta prokuror apo thjesht po bëjnë show? Si mundet që një hetim ndaj një gazetari të ndodh brenda 24 orëve, ndërsa për veten e tyre u deshën 8 muaj? Ata pyesin nëse shikimi i Gjynos ishte në interes publik apo jo, sikur ky të ishte problem kryesor këtu. Në këtë rast, nuk kemi vetëm një shkelje të drejtave të gazetarit, por një precedent të rrezikshëm. Çdo kush që publikon informacione të pakëndshme për SPAK-un mund të zgjohet një ditë me hetuesit në derë, ndërsa ata që duhet të jenë realisht nën hetim, vazhdojnë të hetojnë veten dhe çuditërisht, del se s'kan bërë asgjë të gabuar. Nëse gjykata kushtetuese e pranon këtë logjik, atëherë vetmja shpresë mbetet Strasburgu. Deri atëherë, gazetarët duhet të mësojnë me një realitet të ri. Në Shqipëri, burimi i informacionit nuk mbrohet nga ligji, por nga fakti nëse prokurorët kanë humor të mirë apo jo atë ditë. Po përfaqësuesi i Obdatit, çfarë donte në seancën gjyqësore kur nuk kuptonte shqip? Ishte si i dërguar i Dumanit apo i ambasadës?